Banorët e Big Brother VIP Kosova 4, Ludo Li, Eduard Kuqi dhe Ardi Stafaj, kanë zhvilluar një bisedë të gjatë dhe mjaft interesante brenda shtëpisë, ku fokusi ishte vetë formati i Big Brother, historia e tij dhe krahasimet mes edicioneve në vende të ndryshme të rajonit. Gjatë këtij diskutimi, banorët u ndalën te fillimet e reality show-t, mënyra se si ka evoluar ndër vite dhe se si secili version ka sjellë risi, dinamika dhe surpriza për publikun. Ata theksuan se formati ka ndryshuar ndjeshëm, duke u përshtatur me shijet e shikuesve dhe me realitetin social të secilit vend. Në këtë debat, Eduard Kuqi Edi u shpreh i bindur dhe pa hezitim se sipas tij, versioni kosovar i Big Brother është më i miri nga të gjithë. Ai vuri theksin te intensiteti i lojës, surprizat e shumta dhe mënyra se si produksioni arrin ta mbajë publikun të lidhur vazhdimisht me ekranin. Unë besoj që Big Brother më të mirin e kemi ne në Kosovë. Sa surpriza bëhet, u shpreh Edi, duke nxitur reagime edhe nga banorët e tjerë. Këto deklarata nuk kaluan pa u vënë re as nga publiku jashtë shtëpisë. Shikuesit kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, ku kanë nisur diskutime të shumta, krahasime mes Big Brother VIP Kosova dhe atij të Shqipërisë, si dhe debate se cili version ofron më shumë dramë, lojë dhe autenticitet. Vlen të theksohet se Eduard Kuqi ka qenë pjesë edhe edicionit të kaluar të Big Brother VIP Kosova, por rrugtimi i tij atëherë ishte i shkurtër, pasi ai qëndroi vetëm 2 javë në shtëpi. Megjithatë, eksperienca e tij duket se i ka dhënë një perspektivë më të gjerë për formatin dhe funksionimin e tij. Ndërkohë në edicionin e kaluar, fituesi Big Brother VIP Kosova u shpall boksieri nga Drenica, Drilon Rama, i cili arriti të fitojë zemrat e publikut dhe çmimin e madh pas një rrugtimi të fortë dhe të komentuar. Debatet të tilla brenda shtëpisë vetëm sa shtojnë kuriozitetin e publikut dhe bëjnë edhe më interesante garën, duke dëshmuar se Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të prodhojë diskutime, polemika dhe momente që mbahen mend. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.